ke statujën e Hermesit. Dhe ky është simboli që Hermes dhe Apollo kishin, këto dy krahat që mbështilleshin me dy gjarprinj. Përse këta dy gjarprinj të janë nga ortodoksët që shikon me çdo lloj idhujtarie të tyre, përse gjarprinjt duhet të jenë si, do thotë, autoriteti i dy kokave të gjarprit, 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 që ndronë në Shqipëri, veç se mund të adresohet që njerëzit të shpëtohen. Më thëndaj, del tjetra, më thëndaj, po ja, Zoti të bekoftë, ja do bekoj Shqipërinë, në ajrin e tyre, në verbimin, në fluskën e tyre, ndërkohë gjëra do keqësohen keqe më keq, njerëzit mendojnë akoma që gjëra do rregullohen. Ndërkohë ti, çfarë po bën atje në gjykatën një, në radhë të parë, sepse video është e hershme tani. Prap me pranverën që të merr në video dhe masandaj shpall lavdin e palishmërisë të Kundalinit. Përse isha atje në gjykatën në radhë të parë një? Çfarë ndodhi? Por nga që isha atje dhe për ta manipuluar situatën, gjende masandaj do bëj një deklarim fetar dhe ja këtu ja Shqipëria do jetë shpall lavdin e Kundalinit. Shteti që nga koka e Krishtit, kur është shteti koka e Krishtit, atëre jemi në rregull. Koka e Mesias e Krishtit është ati Yahweh, Al-Keta. Kur të kuptosh disa themele në jetën tënde, që po të manipulojnë frymrat majtas djathtas. Koka e Krishtit që nga shteti, apo mund të jetë shteti, ta dhemë, po koka e Mesias e para Korintasve 11, është ati Yahweh. Ja ta nxjerrim edhe një herë, se ndoshta e nxjerrim edhe një herë. Nxjerrim edhe një herë shkrimin. Se ky simbol nuk do të jetë në shtëpitë tona, sepse është simbol i hititëve. Hititët ishin kombe pagane, që të imponuan territorin prap në vendin tonë, që janë principatat e frymrat që veprojnë me simbole të tilla. Dhe ne vajtojmë për familje shqiptare, që është komplet aspekti tjetër çfarë ati dëshiron të shpëtojë një njeri. Ja, okay. E idhim një varg. Një varg prap. Parë në Korintasve 11. Kush është kreu i kujt? Kreu i kujt? Dhe ndoshta kuptojmë. Koka e Krishtit duhet jetë shteti. Po që shteti po duhet jetë e kundërta. Që Mesia Jashua të jetë koka, masandaj, dhe një vendi, aq më tepër funksionarët, po funksionarët do të shkojnë në palishmëri dhe korrupsionin që të kanë, dhe nuk do dalin në një të mirë, sepse zemrat janë të ngurta në atë mënyrë. Sepse çdo entitet, çdo funksionar me funksionarët tanë, mbretërit, qeveritarët, ushqen nga një hyni. Nga një hyni. Ja të marrim atë shkrimin. Sepse kështu, ndoshta edhe shfaqim, por do jetë koha që ta shfaqim atë videon, dhe më thëndaj, që të ekspozohet, sepse kjo është, Efesianët 5 thotë, duhet të ekspozohen veprat e errësirës, duhet të qortohen. Që merrni pa. Ndërkohë ati Yahweh ka thirrur pleqtë e kishës janë nga fryma e shenjtë, ata që janë vendosur kujdestarë të kullotin asamblejë në kishën e vërtetë, që Mesia Jashua ka fituar me gjakun e tij. Po Mesia Jashua derdhi gjakun e tij për ne të ecim në palishmëri të shkeljet të ligjit, me festat pagane që ndodhen sot. Ndërkohë unë e di që dikush bënte komente, ja kisha ka nevojë për pleqtë. Për kë? Më thuaj. Për cilët ata që ecën në palishmëri në kombin tonë, me festat pagane, me vllazëritë e tyre, më thuaj, Elin, më thuaj tinë. Jam munduar të flas dhe me tyne, dhe bëjmë komente masandaj, por kush janë ata pleqtë?
që duhet i nënshtrohet një besimtar për të mirën e tia. Të rinjtë të azem, që thotë shkrimi në para Pjetrit 5. Të rinjtë të nënshtrojnë pleqve të kishës. Cilët, sepse janë pleq nga mosha, mos ndoshta janë njësoj me pleqt e kishës, të vërtetë, kisha e vërtetë nuk ka ikona, nuk ka festa pagane, nuk ka palishmëritë, nuk thotë që ligju hoq, se nuk diskutoshe në asamblenë e parë, në shekullin e parë për ligjin, diskutoshe që pranoheshe Mesia apo jo për ta, kurse për neve u shtrembruan gjërat në shekullin e 3 të 4, që sot kombi tonë nuk do të dëgjojë për besimin që një herë ne na është besuar. Ja, një moment, të më falësh, se her pas here duhet të shpjegojmë disa gjëra bashkëdhetarëve tanë. Se kisha gati materialin, kisha gati vargun, po. Okay. Ja. Kreu, koka, ja, po të ndihmojnë dhe në qikë mos andaj mokraren, se jam mokrar dhe vetë, por të ndihmojmë atë dhe kush e dëgjon, mos andaj dhe nga Italia, mos andaj që ngrihen me fryma rebelimi, ndërkohë ti që je në Itali, duhet të vraponje prej këtyre gjërave, duhet të largoheshe tashme, po ti gjende i mbron gjëra të tilla, dhe mos andaj bën dhe deklarata futesh në mëkate të tilla, sepse ke lexuar disa vargje. Mos andaj marrim Isaia 44, merr tjetra shpatën që nga Amerika, ndërkohë Joyce Meyer të ka xhetat private, apo normal që ti je pjesë e atij manipulimi dhe do dhe ti ato, se pastaj e heq fjalën Izraeli dhe do të jetë emri tent atje. Ndërkohë atë Yahweh po fliste për kombin e tij, kur të ringjallet dhe do jenë pjesë e Jeruzalemit të ri, për atë Izrael që ai ka zgjedhur sovranisht. Që ne u shartuam, po ti je shartuar me palishmërinë e pozicioneve të Joyce Meyer apo të mamones tonë që vjen nga Gjermania. Dhe të nohet mas andaj frymrat dhe normal që të përdorin si vegël, që nga Italia. Ndërkohë që shikon titra të thotë ka fuqi për të poshtur plakjen, të tilla manipulime marrëzi që dëgjohen, ndërkohë ato nuk kanë rëndësi, sepse mendja është ofuskuar nga frymrat. Që mjafton të ekspozoj disa foto tende vrapojnë prej epsheve apo prej fotove të tilla me çfarë poston, që duken fruta tuaj. Shikon ndonjë gjë prej meje në 10 vjetët e fundit? Shikon ndonjë postim hape faqen time. Olger Spaiu është. Po je mbushur me fjalën. Ai që është mbushur me fjalën flet. Po jeni të pamësuara, të paqëndrueshme. Dhe të rriqeni mas andaj me çdo lloj epshi lart e poshtë. Me çdo lloj here doktrine, që doktrina e shëndoshë është ligji i tij, nuk doni ta dini, sepse ato kohë janë që nuk do durohet doktrina e shëndoshë. Jemi më se koshent për situatën që është këtu dhe në Europë apo përtej. Koka e çdo njeriu është Mesia. Ata pushtetarët janë njerëz alkita? Sepse ti në atë gjykatën, nuk e di për çfarë isha ti në atë gjykatë, mas andaj mbarovi ajo seancë dhe ja, po ti je në këta qeveritarët koka e Krishtit, mas andaj çdo gjë është në rregull. Është Mesia që është koka i çdo njeriu, dhe ata qeveritarë janë njerëz që duhet të nënshtrohen, lajmi të mirë të mbretërisë, të pendohen nga palishmëria e tyre, nga shkelit e ligjit, fillojnë të mbajnë urdhrimet e Atit, konsiderohen mas andaj në beslidhje me Atin Yahweh. Si që është koka, burri që është koka e gruas. Dhe koka këtu i Mesias kush është? Është Elohim Yahweh, Zoti Yahweh.
Kurse ti thej që po ti je të shteti kreu i Mesias, është do gjë në rregull. Shiko çfarë shtrembrimi të autoritetit, të principeve biblike, themele që ti nuk i ke. Ta shfaq atë video, do vi koha. Ta shfaq vetëm për të ditur, vetëm ky varg. Ti mund të thuash që shteti që nga koka e Mesias. Ndërkohë, koka i Mesias është ati Yahweh, është ati tia. Që koka do thot kreu, autoriteti, që i nështrohet Mesia është ati Yahweh. Mesia i nështrohet atit Yahweh. Dhe njeriu do të nështrohet Mesias fillimisht, sepse në njëjtën kohë po i nështrohet atit Yahweh, për çfarë? Sepse ati ka dhënë, mësandaj, një person fillimisht ndërmjetësues, që është kryepriti i lartë i përsosur Mesia Yeshua, që është mësandaj mbreti i mbretërve, që mbretërit e dheut dhe mbretërit tanë, funksionarët tanë, qeveritarët tanë, duhet të nështrohen Mesias, jo të kundërtën Al-Kita. Sepse masandaj kishe pranverin që të bënte video. Amen, 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 amen. Shpall, prap ato shpalljet, prap ato deklarimet boshe, që i shikon masandaj dhe në Itali. Deklaroje, ti do besh këteja. Ja ku ishte e foto, ja të shikojmë titra që merrte prap titut e saja. Ja të shikojmë së bashku. Titra prapë me deklarimet, nuk është vetëm në kombin tonë, kjo është ka ardhur për jashtë. Apo duart, për që këto duart që behen, masandaj që kanë ngelur, nëse atë idhim dhe ato fotot e duarve. Por para se të ato do të bëjmë, shikojmë këtë deklarimet e tyre njerë. Dekreto, shpall. Ja të shikojmë këto dekretimet. Shikoj, tash ju dini italisht, normal që edhe unë di, por u rrita në Itali për 11 vjet, por po ardhur në Shqipëri. Por nëse, le të shikojmë okay. Ja ku janë deklarimet të tyret. Pra, kjo titra që nga evangeliste, se dini, Gracia komandatore. Se ditë kami. Pas ka dhe evangeliste sot. Mund të evangelosh, mund të shpërndash lajmin e ungjillizosh, dhe të mos bëm dikte. Mund të ungjillizosh, por nuk je ungjilltare, sepse ungjilltari është plaku që ka zyrën në kishë. Dhe kis që po ungjillizon, burra po grua, do t'i sjellësh masandaj brenda, do t'i drejtosh që ungjilltari ka detyrën e të mësuarit të urdhërimeve të atit, që ata të mos mëkatojnë, në të njëjtën kohë ai ka dhe vajosjen për të mësuar, për të ungjillizuar koncepte akoma më të thella, që ajo grua apo ai burrë më përpara se të dilte është mësuar për atij ungjilltarit në atë shërbesën që ishte pjesë. Apo jo? Por neve harrojmë këto procese, këto hallka masandaj, edhe dalim siç del titra në Itali, masandaj dekreto thot. Dekreto thot çdo masandaj shkret të tire do lulëzoje. Çdo zinxhir do bie poshtë, çdo premtim do realizohet, dhe unë do ecë në premtimet e antit Yahweh, dhe qielli tashmë ka deklartuar një fjalë për te, dhe ti duhet të vish në vijim me te. Amen. E shikon manipulimet që vazhdojnë prej karizmatikëve. Ti thotë dek shpalle ti, po se shpalle prapë se tjetër të vinë gjërat në ekzistencë, që bën te Al-Kita masandaj. Të vinë gjërat në ekzistencë. Dhe kjo ardhja e gjërave në ekzistencë ka filluar që me Kenneth Copeland, që me Paula White, Joyce Meyer. Ke manipulime të tilla, që me T.D. Jakes apo Stephen Furtick, që masandaj Tirana egzaltohet, apo Benny Hinn. Okej, Isaia 4. Për profesin që po flet në fund të vargut të Isaia 24, që po flet për punën e që banorët e tokës po digjen, të paktën janë burrat që kanë mbetur, që kanë mbetur, dhe vjen urtësia e interpretimit, që më përpara
Jemi në Jeshaja 4. Wow. Sa po e prekëm për prirësin, që do ishte prirësi 2 shtëpive të Izraelit. Ne ta thot këtu haprazi. Filizi i Jahve, kush është Mesia Jeshua. Po në atë ditë thot, 7 gra do të kapin një burrë. Shikon? 7 gra do të kapin një burrë. Sepse burrat në atë kohë janë të pakët që kanë mbetur. Dhe këtu e ka fjalën që në atë ditën e gjykimit, në atë ditën e shtrëngimit të madh. Nuk kanë ardhur akoma. Po lutemi që mos andaj. Nëse. Dhe i thonë që këto 7 gra do kapin një burrë dhe thotë ne do të hamë bukën tonë dhe do të vishemi me rrobat tona vetëm në aler të mbajmë emrin tënd që të heqim turpin tonë. Sepse do jenë gjëra të gjykuar në atë aq shumë sa që mos andaj do 7 gra do kërkojnë të martohen, e ka fjalën, të mbajmë emrin tënd. Të mbajmë emrin tënd. Si merret emri ku martohesh? Dhe në atë ditë thotë, prap, në shtrëngimin e madh, Filizi Jahve do të jetë gjithë shkëlqim dhe lavdi. Dhe fruti tokës do të jetë krenaria dhe zbukurimi të shpëtuarve të Izraelit. Këtu është mbas gjykimit. Mesia ka ardhur, Filizi Jahve do të jetë gjithë shkëlqim, do sfaqet lavdia e tij. Prandaj thotë do të jetë gjithë shkëlqim dhe lavdi. Dhe fruti tokës mos andaj toka do marri një transformim radikal fillimisht për të mbas gjykimit, pastaj do marri frutin e saj në një mënyrë që nuk e ka marrë më përpara në 1000 vjeçarin. Për kombet jashtë dhe gjithashtu thot për të shpëtuar të Izraelit. Dhe ka për të ndodhur që ata që do kenë mbetur në Sion dhe ai që do mjetojë në Jeruzalem do të quhet i veçuar. Do me thënë, kushdo që figuron i shkruar ndë të gjallët në librin e jetës. Kur Jahve të ketë larë, shëmtirat e bijave të Sionit, do të kesh dukur gjakun nga mesi i Jeruzalemit me frymën e drejtësisë dhe të shfarosjes gjykimi. Atere, prap, thot, do të krijojë në 3-5 vjeçarin, do të krijojë me çdo banesë, atë Jahve, do të krijojë me çdo banesë të malit të Sion në kuvendet e tija rreth botës për të drejtuar me një re tymi gjatë ditës, një shkëlqim zjarri flakurus gjatë natës, sepse mbi tërë lavdinë do të ketë një mbrojtje. Dhe do të ketë një çadër që do të shërbejë për të bërë hije kundra të nxehtit të ditës në shtrëngimin e madh, dhe do të shërbejë si stre mbrojtje kundra fortunës dhe shiut në atë ditë. Prandaj, vëllai të përmendi pak më përpara për punën e mbrojtjes, Sefenia 2:3, jo Sofonia, është Sefenia, ishin emra hebrej, Sefenia, kur që zbaton ligjin, do ishin mbrojtur në ditën e zemërimit. Dhe ditën e zemërimit ti e shikon pak më përpara çfarë po ndodh. Dita e zemërimit. Ja ku ke, ditën e zemërimit. Dhe kur mban urdhimet e ligjit, je i përullur. Po kërkon atën Jahve, me një zemër të përullur, të zbatosh ligjin e tija. Dhe mas andaj, je i mbrojtur në ditën e zemërimit të Zotit Jahve. Llogarit që Jeshaja 24 nuk ka ardhur dita e zemërimit. Dita e zemërimit nuk ka ardhur. Dita e zemërimit nuk ka ardhur. Okej, shikojmë prap një ditë të zemërimit sepse këto mësime do mbeten mas andaj online dhe shikohen jo vetëm nga ne, ta zem, ose nga ti që po e ndjek, dhe ati Jahve të dhenë të kuptueshmëri për zbatimin e urdhimeve të ligjit që ti po i shikon,
që duhet mbajtur dhe nuk duhet përdosur, që është statuti këtu është ligji i tij. Numër 15 thotë që ligji është statuti thotë për të njëjtën si për të huajin, si për vendasit thotë është i njëjtë i përjetshëm. Ka shkelu ligjet e ligjit. Ka shkelu ligjet e statutit, është një fjalë, mos andaj është e njëjta. Shikojmë gjykimin, prap, gjykimi nuk ka ardhur që ati të vendosi të drejtën mos andaj dhe të gjykojë shumë popull. Si ta bëj me anë të ligjit që ta tha që në fillim të kapitullit. Me anë të ligjit. Dhe kombet mos andaj do kenë shpresën e Mesia në krahun e tij djathtë. Dhe prap kemi gjykimin. Dhe në njëjtën kohë ke dhe pasandaj shpëtimin për ata, shpëtimin, ti e pe shpëtimin për kë ishte. Nga në vajtë. Shpëtimin. Shpëtimi mbrojtja është për ata që zbatojnë ligjin, që kanë zemër të përullur. Thotë që do jenë të mbrojtur në ditën e zemërimit. Kush të përullurit e dheut, jo të dheut që zbatojnë ligjin e tia. Kanë do me thënie këto fjale në zemrat tona? Dita e zemërimit, shpëtimi, dhe për ata që janë në këtë rast të shpëtuarit, që njohin drejtsinë, kërkojnë drejtsinë, njohin drejtsinë, e kërkojnë drejtsinë me zemër të përullur duke zbatuar ligjin e tia, këta janë në këtë rast do jenë të mbrojtur. Do jenë të mbrojtur. Sepse këta kanë bërë diçka dhe kishin në zemër çfarë? Ligjin e tia. Këta kanë në zemër ligjin tim, thot ati Jahue. Mos u shqetësoni, thot, për ta, se do merrem unë, thot, me ta, ju kërkoni fytyrën time me zemër të përullur të zbatoni ligjin tim, dhe masandaj do t'jeni të mbrojtur në ditën e zemërimit. Konteksti ishte që këta kishin në zemër ligjin e tia. Përse sot neve nuk e kemi ligjin e tia në zemrat tona? Për ta zbatuar, që të thot hapurazi, një zemër të përullur, zemra e përullur nuk është mendje mishore, zemra e përullur është një mendje në këtë rast që është e drejtuar nga fryma, dhe fryma të drejton të zbatosh ligjin e tia, kështu ti të mund të jesh i mbrojtur në ditën e zemërimit që nuk ka ardhur, dhe nuk ka shpërngulje mazandaj apo rëmbime misterioze përpara shtrëngimit mundimit të madh, sepse Bibla dëshmon diçka tjetër që është pas shtrëngimit të madh, që do kaloj tër bota dhe tër llojet e besimeve në këtë botë. Dhe thot, fill mbas pikëllimit të atyre ditëve të mundimit të madh, Mateu 24. Fill mbas pikëllimit, pas pikëllimit të atyre ditëve të mundimit të madh, do shfaqet biri lavdisë në rejtë, thot, me lavdinë e madhe. Do vijë për të bërë çfarë? Për të çfarë? Për të goditur masandaj qejtë dhe tokën që do konsumohet si një robë dhe shumë do gjykohen. E shfaqim një diçka tjetër dhe mbyllim? E shfaqim një diçka tjetër. Se gjykimi po vjen, po shumë njerëz nuk e kuptojnë përse po gjykohen në mënyra të ndryshme. Shumë njerëz nuk e kuptojnë. Dhe personi këtu sapo u ekspozua dhe jo vetëm nga unë, por dhe nga ata që ekspozojnë midis vetes së tyre, mazandaj denominacionet bëjnë dhe ataja. Nuk do kemi kontroll ndonjëherë dhe për këta njerëz që të ndalojnë. Ta mund të ndalojnë me pendimin nga shkeljet e ligjit. O, njerëzit do shkojnë keq më keq, thot. Do gënjejnë dhe do gënjejnë të tjerët. Ja të shikojmë çfarë deklarata boshe. Çfarë deklarata boshe që kur unë shikoj, marrin me qafë familje të tëra. Dhe pyetja qëndron përse ishte në këtë rast aty ku është. Ja, shikojmë. Ja, shikojmë së bashku. Përse ishe në radhë të parë aty.
në gjykate. Përse? Apo do ta manipulojnë prapë shkrimin. Duke thënë që ashtu po përndiqem unë, ja, do më çojnë përpara mbretëve dhe ata që ecën në devotshmëri ndaj Mesias dhe mbajnë urdhrimet e ligjit. Dhe nuk bëjnë deklarata boshe masandaj që do t'i dëgjojmë së bashku. Zoti e bekon Shqipërinë, Zoti e bekon Tiranën. Yahweh dhe bekim kombit tonë për ata që janë të përullur dhe zbatojnë urdhrimet e ligjit sapo i prekën, që do kthehen tek Mesia Jeshua. Të tjerë do gjykohen. Por këto gjëra nuk predikohen nga karizmatike sepse ke pranimin, domethënë në zemër dhe euforia mas ndaj emocioneve, edhe hajde këtu dhe më ndiq mua të ecë në palishmëri dhe bekime. Vetëm kaq din këta, bekime, hiri, dashuria, nuk po ti flasësh për ecjen mbajtje të urdhrimeve të ligjit, ecjen në veçim, në shenjtërim, kurse këto janë të vetëm drita e Mesias të vijë në çdo familje. Si do vijë? Me çfarë? Duke ecur në palishmëri, duke shkelur sabatet, festat e tia, mbajtur gjërat pagane? Kështu do vijë? Kështu vjen drita? E para gjoni 2, e para gjoni 3. Do t'i nxjerrim ato vargje, para gjoni 3, si një person është i rilindur se ka ardhur koha. Ne emrin e këtu, ne emrin e shtetit, dhe po që e shteti koka e Krishtit janë gjithë të Krishtit. Po që shteti koka e Krishtit janë gjithmonë janë të tërë të Krishtit? Shteti që ka koka do të jetë shteti koka e Krishtit? Apo Mesia do të jetë koka e shtetit? Nuk është e kundërta? Kreu që është Mesia ndaj burrit dhe gruas, ai është kreu, Mesia është kreu i njeriut, që dhe shteti është përbërë nga njerëz. Kurse për juve është komplet e kundërta. Ju vendosni njeriu, masandaj s'ka gjë, po njeriu do të nështrohet masandaj Mesias, Mesia do të nështrohet njeriut. Sepse the që shteti do të jetë koka e Mesias. Çfarë do thot koka, kreu? Autoriteti, do të thënë, njeriu do të jetë autoriteti. Kjo Mesia do të nështrohet? Me këto deklarata boshe, drita, këto drita, çfarë drita? Shpall lavdine. Për çfarë? Për plazhet? E harrove plazhet tënde? Që ekspozova? Dije? Në veshjen biblike para një muaji gjithashtu? Dhe tjetra prap të ndjek verbërisht nga lushnja? Sepse ju nuk keni pleqtë e kishës së vërtetë sipas apostujve në urdhrimet e ligjit. Apostulli gjente kënaqësi në urdhrimet e ligjit. Në ligjin e Zotit thotë, vet Romakëve 7:22, është e bindur ndaj ligjit, veprat 21. Ju nuk keni masandaj njeri që të ecin urdhrimet e ligjit që ju t'i nënshtroheni, po ju jeni nënshtruar frymrave, sepse jeni rebele dhe vetëm jeni tek pull. Vet hapni ndërtesa, i quani kisha online këtuja, masandaj, dhe manipulimet të tilla që vazhdojnë akoma. Të pa qëndrueshmet, të pa mësuarat, Jezabeli vazhdon të implementohet në kombin tonë dhe njerëzit akoma i ndjekin. Ndërkohë sa po folëm për të gjykimin që po vjen, kurse për këta çdo gjë është mire, gjëra do shkojnë mire. Ja, shikon, shpall, dekreto, thue, gjëra të vinë ekzistencë. Ke dalë ndonjëherë për pendimin për të thënë masandaj atyre që të ndjekin që këto gjëra nuk janë biblike, çfarë më kanë gënyer vite më përpara, që po më gënjejnë tani duke thënë mos mbaj sabatet, festat, sepse mjafton të hysh në një mësim dhe prej pranverës masandaj kur hyn dhe masandaj është zemëruar me ligjin.
dhe do të mbaja të Krishtin katolik me do mos. Ne nuk kemi pjesë me ligjin. Tani neve kemi këtë Krishtin tonë. Ky që masandaj po t'i themi në emër të Tij dhe çdo gjë është në rregull. Po urdhrimet e ligjit që ai u nështrua për të mos mëkatuar, për të ndjekur gjurmët e Tija. Po ju nuk keni gjurmët e Tija, ju keni gjurmët tuaja, sepse ai thotë që duhet të jetë në pleqët e kishës të zgjedhur nga fryma e shenjtë që i ka bërë kujdestar në shtëpinë e Atit Jahve, kurse për juve, jo. Tani ju jeni, domethënë, jeni pleq, por jeni dhe femra, jeni burra, po dhe femra. Ju i vendosni. Le të shikojmë disa vargje që do t'i kisha prekur në fundit, por i prekim tani. Ndërkohë, sepse isha atje në gjykatë, ç'a ndodhi atje? Përse u akuzove atje një radh parë? Ndodhi diçka atje. Por ajo gjë nuk u përmend. Dhe pastaj do manipulohet prapë shpallë dhe ai të ecim në palishmëri, në prymat e Kundalinit. Ja të hedhim disa vargje. Hedhim disa vargje. Ka disa gjëra që do fliten. Okay. Jashtë, okay, nuk është ky fillimi, por thjesht për ta ditur ku jemi, pastaj që mos e harrojmë. Okay, le të shkojmë në fillim. Atje ku kishim për të folur. Dhe engjëlli i asamblesë në Tjatirë shkruaj, thoshte Mesia Jashua, në këtë rast nëpërmjet engjëllit, që u shfaq Gjonit. Këto gjëra thot biri i Zotit, ai që ka si flakë zjarri dhe këmbët e tij janë të ngjashme me bronz të shkëlqyeshëm. Sytë e tij janë flakë zjarri. Unë i njoh, thot, veprat e tua, dashurinë tënde, besimin tënd, shërbimin tënd, durinë tënd, thot, e di që veprat e fundit thot tua janë më shumëta se të parat. Por kam disa gjëra kundra teje, po i thoshte shërbëtorit në Tjatirë, që kishte urdhrimet e ligjit. Dhe ai çapo bënte, ai po lejonte që gruan Jezabel që e quante veten profeteshë, apostulle apo pastore apo mësuese, është një gjë, të mësojë dhe të mashtrojë shërbëtorët e mi të kurvërojnë dhe të hanë gjëra të flijuara idhujve. Do të thënë, kjo kishte e quante veten me titull. E quante veten me titull. Sot mund të quajnë profetesh, apo apostull, apo pastore, apo mësuese. Fryma e Dionysis është dualiteti, masandaj, është gjë e parë që bën ndryshon identitetin, do të thënë, identitetin e shkrimit të fjalës, jo çfarë ka thënë Ati, por neve do ta marrim ne jemi. Unë jam. Ati ka thënë për apostull, jo, nuk janë apostull, meshkuj të vetëm, jemi dhe neve. Kjo është fryma e rebelimit. Ndërkohë, asnjëri nuk po heq kualitetet që një motër në Mesian Jashua, në beslidhje, duke mbajtur urdhrimet e ligjit, nuk po heqin kualitetet që ajo motër ka që kemi nevojë.
por po bente që të hanin gjëra flijuar idhujve. Këtu mas andaj, festat pagane, Papa Gregori, gëzuar vit njeri, gëzuar ditëlindjet, Janusi, demoni me dy koka në Rome që adhuroheshe, Shën Valentini, Valentini, festa i moralitetit, që merreshin mas andaj gjaku i dhive, ngjyshin kamzhikët dhe goditeshin meshkuj dhe femra të gjysëm të gjveshur dhe shkonin bënin mas andaj orgjit e tyre, bënin imoralitetet e tyre. Kjo ishte Valentini në atë kohë, në 14 të muajit të dytë. Dhe mas andaj pemët pagane apo gjërat të tilla që Nimrodi është ringjallur 25 dhjetor. Mesia Jeshua u lind në festën e tabernakujve dhe nuk na ka lënë ati asnjë datë që ta festojmë ditëlindjen, sepse dy persona në Bibël që mbanin ditëlindjen, Herodi dhe Faraoni. Dy persona janë në tërë Biblën. Nuk gjen apostujt që shkojnë të mblidhen të festojnë ditëlindjet. Nuk gjen Mesia në 31 vjet të jetës së tij të festonte ditëlindjen e tij. Por ati Yahweh ka festuar dhe do që të festojmë festat e tij të Levitiku 23. Gjë që sot nuk merren parasysh. Në normal jemi ku jemi për të sjellë zërin e drejtësisë. I dha shko të pendohet për shturjen e saj në për plazhe, por nuk u pendua, mos ndoshta mbas asaj videos u pendov që zhvishesh në për plazh me lakursin tënde, me shturjen tënde, me ndotjet në ato vende të satanit, që një besimtar i vërtetë në Mesian Jashuan nuk bën gjëra të tilla, u pendove nga ato gjëra, mos ndoshta i adreson ndonjëra për rreth teje, për të thënë, por i bashkoheni dhe vazhdoni mas andaj të mastroni veten tuaj. Keq më keq. Dhe po vjen shtrëngimi i madh. Po vjen shtrëngimi i madh. Dhe shumë do hidhen në një shtrat vuajtës. Ata që kurvërojnë me këtë frymën e Jezabelit, do hidhen në një shtrëngim të madh vuajtjes. Por nuk u penduan nga veprat e tyre. Veprat e tyre të shkeljes së ligjit, se po të mbash ligjin nuk shkon në ato vende të plazheve, të immoralitetit, të zhveshjes, të lakuriqësisë, për të thënë mas andaj gjëra në ekzistencë, apo merr blasfemi në atë mënyrë, blasfemon emrin e Atit, do të thënë ti që ke e zonja të thrasësh gjëra në ekzistencë, atëherë merre lulen dhe thirrën në ekzistencë, një lule të lindi nga hiçi. Bëj një pemë. Po jo, po do pasuritë e mëdhaja, do mamonin që të ka zaftuar ty dhe lushnjën edhe të tjerët. Mesia Jashua thot do të godas me vdekje bijtë e saj, dhe të gjitha asamblejtë do të njohin se unë jam ai që jeton mendjet dhe zemrat, dhe do të jap secili sipas veprave të veta. Do godas me vdekje thot ata që vazhdojnë të çturen me këtë frymë, që po çfarë? Që po hanë gjëra dhe po mbajnë gjëra që janë të duke dhënë adhurimin idhujve, festave pagane. Gjërat të flijuara idhujve ishte kategorizisht e ndaluar nga ligji. Atë po thot Mesia. Gjërat që ofroheshin ndaj idhujve. Prandaj në veprat 15 të ke gjën e parë thot, flijimet ndaj idhujve, largoheni, immoraliteti 2 thoshte, gjërat e mbytura dhe nga gjaku, këto 4 janë të nevojshme thoshte Jakobi. Pastaj në çdo sabat në sinagogë, le të vinë thot, të mësojnë urdhrimet e tjera ku mos sheh, është i predikuar çdo sabat në sinagogë. Okej, ja ta shikojmë atë varg, sepse dikush thot çfarë po thua. Çfarë po themi? Okej, po themi urdhrimet e ligjit të tija në kishën e parë, të vërtetë, jo në manipulime sot. Dhe, mos andaj, japim përgjigjen, për shpresën që ndodhet tek ne. Dhe kush ishte Jakobi, kush ishin postut, çfarë bënin, çfarë praktikonin. Okej. Ja ta shikojmë veprat 15.
Okej. Që janë baza, vepra 15 është baza një besimtari. Themelet e tia, kur vjen dhe dëshiron të shpëtohet. Ja ku ke në ekran. Këtuja. Jakobi thoshte, unë gjykoj që të mos i bezdisim ata nga jo hebrejnë që kthehen te kate e Elohim nëpërmjet birit të tia, ta po hynë në besdidhje, por thoshte le të shkruaj fillimisht që të hiqe dorë thot nga ndotjet e idhujve, nga kurbëria, nga gjërat e mbytura dhe nga gjaku. Këto gjëra është e nevojshme thotë dhe është e detyrueshme. Pastaj thotë Moshe që nga kohët e lashta ka njerëz të cilët e predikojnë atë në çdo qytet duke qenë i lexuar kur në çfarë dite, në çdo sabat. Do mësojnë urdhrimet e tjera. Nuk i mëson një person të tëra me njerë. Këto gjëra të katët të nevojshme do t'i heqë që ishin gjërat e ligjit. Që kishte thënë ligji. Pastaj të tjera do t'i mësojnë, thotë, mos i ngarkojmë me njerë. Dhe nuk ngarkohet njeriu me njerë. Por gjëra do t'i asimiloj, do t'kaloj koha, do transformimi, bindja, zemra punohet, zemra masandaj vendoset në gjykimin e tia, çfarë do të përse, bindja, ka shumë gjëra që do punoj që ai do mësoj të tjerat, sepse ligji i Moshe që ati dha Moshes do predikohet thot në çdo qytet, çdo sabat dhe lexohet. Në atë ditën e veçuar që ati thotë që është një shenjë bestidhjes së përjetshme. Gjërat e flijura idhujve, Eksodi 34. Nga imoraliteti, ligji për 32, Levitiku 18-20 kapitull, flasin hapurasi. Gjërat e mbytura nga gjaku, Levitiku 17 për ngrenjen pastër. Për këmbë të mia dritë, për shtegu